Mirëmëngjesi. Tu jemi nga reparti Zjarfikës Lushnjë. Zjarfikës. Ja urdhëra. Repart. Tani, me që jemi gjithmonë të Zjarfiksja, urdhëro se është mirë vetëm, urdhëro, ky është reparti Zjarfikës, ha? Do me thënë, urdhëro që kushtesh ka reparti Zjarfikës Lushnjë. Kaq, ja vetëm kaq që një. Tani po tregojmë ky është reparti Zjarfikës Lushnjë. Tani me që kemi rastin e pallatit në Tiranë, pra atë që ndodhi, tu tragjedia vazhdon të jetë e pashmangshme, sepse do të shikoni vetë një situatë që është atje. Kemi depozitu, që dhe kuptojnë, edhe, taj plus, dhe flota e zakonshme, kaq flot kemi në Lushnjë. Vetëm njëra shpërblen për të çuar ujë në fje, po shikoni që Gëdbina që ka Zjarfikja, se po të hyni brenda vetëm minjë. Ne jemi në këtë situatë në Lushnjë, sot nuk po dalim në ty, që do bajmë një shkresë sultan, për vëzituar Lushnjë, vetëm shikoni sa të shkina shkare ka dhe flota që të sot brenda. Në më thëmë, po të vizin kumullar të në Lushnjë, ne i vizisë në të shkare të në vlasë. Në zëllet majnë të lasë në shkare të vizisë të në vlasë. Vizisë në shikë në majnë. Që në Gëdbinash e që allore parte që ka Zjarfiksja Lushnjë. Kjo është, e ku Gëdbina, këto gjitha, kaq. Kaq është gjithë reparti Zjarfikës, imagjino do të një emergjencë. Kështu që i bëjmë thirrje gjithë këtyre që vinë ta deleguve, na Balluku, na Ministri Financave, ai që një deputet i Lushnjës, po Karakati ka qenë delegu, po Llam Tamallari ka qenë delegu në Lushnjë, e tjerë me radhe Nufi, Çufi, Bufi, shikoni që gjendje keni sigurinë, kur vini flisni që ju ka pasur të popull, po ju ka pasur të vjedhurat e juja, pak në të pyesma atë që keni vjedhur. Në ditore, jo po kështu, ka bëni 7 parte më të mira se kjo. Ju përshëndes nga Zjarfikja Lushnjë, halli mas të gjithë në shërë.